3 kontrollet thjeshta e kapin shumicën e dërmuese të rasteve. I pari është adresa. Lexojini shkronjë për shkronjë, sepse aty mashtruesi përdor truke si shkronja R dhe N, ndërsa pas tjetrës së bashku duken si një M, ose mbaresa të çuditshme si shop, top, për një institucion serioz që momentalisht nuk i përdor kurrë. I dyti është nxitimi. Nëse faqja, mesazhi ju vën në presion, me afate si llogaria ju të bllokohet brenda 24 orëve, kjo ndjenjë urgjence është vetë taktika e mashtruesit, sepse nxitimi na pengon të mendojmë i qetë. I treti janë të dhënat që ju kërkohen. Asnjë bank nuk ju kërkon online kodin sekret të kartës tuaj, ajo që njihet si Personal Identification Number apo PIN, ose kodin e plotë të sigurisë. Prandaj, një kërkesë e tillë është alarmi menjëhershëm. Një mbrojtje praktike që rekomandoj fort për çdo qytetar është menaxheri fjalëkalimeve. Përveç që mban fjalëkalime të forta, ai nuk plotson automatikisht fjalëkalimin tuaj në një adresë të gabuar, kështu që paralajmëron pa thënë asnjë fjalë. Dhe këshilla më e thjeshtë nga gjithë kjo: ruajini faqen e bankës të preferuar të shpletuesit tuaj dhe hyni gjithmonë prandaj, kurrë nga një lidhje e dërguar.